إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall, ata e lavdërojmë, atij jemi mirënjohës, tek ai kërkojmë ndihmë dhe mbështetje dhe atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. Atij kërkojmë të na mbrojë, ruaj, strehoj nga çdo devijim, largim nga çdo sprovë dhe bela në këtë dynja dhe në ahiret. Atë që Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari. Ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala ka lënë në humbje, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugë të drejtë përveç se mëshira e Zotit, me një pendim të sinqert nga robi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka sjellë këshilla të shumta në lidhje me zemrën dhe punën e saj dhe na ka njoftuar se punët e zemrës ato janë baza. Dhe rregullimi i ndjenjave në zemër dhe i punëve të zemrës është çështja themelore për udhëzimin e robit dhe vazhdueshmërinë e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot do të qëndrojmë me një hadith që ka lidhje me këtë çështje. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e sjell Imam Muslimi, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Pra nuk do të hyjë në xhenet ai që ka në zemrën e tij sadopak sa një grimc kibër. Do të vijë shpjegimi i kibrit, mendjemadhësisë, kryenëçësisë. Dhe nuk do të hyjë në zjarr përgjithmonë ai që ka në zemrën e tij sadopak sa një grimc imani, besimi. Subhanallah, një hadith madhështor që nga njëra anë e mbush njeriu me frikë, por nga ana tjetër e le hapur portën e shpresës dhe njeriu elhamdulillah gjen qetësi me premtimin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjithmonë gjen forcë për të kthyer tek Zoti xheleshano. Sa do të mëdha të jenë gjunafet dhe largimi i tij. Në lidhje me termat e hadithit, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin. Çdo thot mithqala dharra. Pra, mithqalu dharra është njësia më e vogël dhe jep një shembull, tamam si ato grimcat e pluhurit, kur i sheh që bien rrezet e diellit, hyn përmes dritares dhe shikon ato grimcat e pluhurit në ajër. Kjo është një shembull, mithqale dharra. Sa mund të peshojë një nga këto grimca pluhuri? Sa mund të peshojë? Pra kjo është pesha e një grimce të vogël. Si shembull na jep profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmend edhe në ajete Kurani, mithqale dharrati. Pra, qoftë kibri, nëse gjendet në zemrën e robit një mithqale dharra. Pra sa pesha e kësaj grimce të vogël që mbase është e papërfillshme, ka rrezik të madh. Por edhe nëse, nga krahu tjetër, nëse gjendet një thërmi e vogël, imani, në zemrën e robit, qoftë edhe me këtë peshën e kësaj grimce të vogël, elhamdulillah ka shpresë. Nuk do të qëndrojë në zjarr, si thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk do të hyjë në zjarr përgjithmonë. Por do ta shpëtoj Zoti xheleshano. Do të flasim për këto dy pjesë që kanë lidhje me zemrën. Se që të dyja, qoftë kibri, qoftë edhe ajo pjesë e vogël e imanit, është pikërisht në zemrën e robit. Prandaj njeriu duhet të kujdeset për këto dy aspekte, që elhamdulillah ta kuptoj dhe ta analizoj veten ku është në jetën e kësaj dynjaje. Kibri, që përmendet në hadith, pra çfarë është kibri, mendjemadhësia, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kibri është refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Pra refuzimi i të vërtetës kur të ofrohet dhe nënçmimi, përçmimi i njerëzve. Ndërsa imani, pra do thot ai besim që hyn në zemrën e robit, të besuarit në gjëra që ka urdhëruar Zoti xheleshano, besimin në Allahun subhanahu wa taala, me lajket e tij, në profetët, në librat, ditën e gjykimit, llogarisë. Pra iman është pikërisht kjo pjesë besimi që është në zemrën e robit. Dhe për këtë fjalë bëhet fjalë pra në këtë hadith për imanin, atë besim që duhet të jetë në zemrën e robit dhe përmes këtij besimi shpëton njeriu. Dhe ky është ai besim që e bën njeriu të shpëtojë ditën e gjykimit dhe mos jetë prej
të përjetshme në zjarrin e xhehenemit. Atëherë ky hadith o vëllezërit e mi përmban dy lajme shumë të rëndësishme. Dhe paralajmërime që duhet marrë seriozisht. Paralajmërimi i parë në të, ai që ka në zemrën e tij edhe një grimc të vogël, mendje madhësie, kibri, nuk do të hyjë në xhenet. Kjo fjalë nuk do të hyjë në xhenet shumë e madhe vëllezërit. Duke marrë parasysh kibrin, mendje madhësinë, pra refuzimin e të vërtetës dhe përçmimin e njerëzve, nënçmimin e njerëzve. Të gjithë njerëzve, madje edhe muslimanët. Mbase mund të ndodhë dhe një njeri që mund të jetë praktikues shumë i përkushtuar i besimit, i fesë Allahut xhaleshan. A nuk ndodhë ndonjëherë që e refuzon këshillin që i jepet? A nuk ndodhë ndonjëherë që ai të nënçmojë të tjerët? Ndodh moment zemërimi, momente dobësie. A nuk ndodh diçka e tillë? Kur profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, ai që ka dhe një grimc të vogël, nuk do të hyjë në xhenet. Kjo fjalë nuk do të hyjë në xhenet, do të kuptuar me kujdes. Do të kuptuar në ndritën e gjithë teksteve që kanë ardhur në besimin tonë. Sepse tekstet e tilla që nuk do të hyjnë në xhenet, do të jetë në zjarr për gjithmonë, janë për shumë vepra. Për shembull ai që vret një besimtar me vetë dije, pra me paramendim, thotë Allahu në Kur'an, o me yaqtul mu'minan muta'ammidan, pra me vetë dije, me qëllim, fa jazaohu jahannam, shpërblimi i tij është xhehenemi, khalidan fiha, për gjithmonë në të. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allahu është zemëruar kundër tij. Wa la'anahu, e mallkon atë. Wa lahu, edhe ai ka ndëshkim të madh. Nëse ky që vrau besimtarin është edhe vetë besimtar, do të jetë gjithmonë në xhehenem. Por janë disa tekste që vinë në fen ton, të cilat duhen kuptuar në ndritën e gjithë teksteve të Islamit. Pra nuk duhet nxitohet njeriu dhe ti kuptoj gabimisht, sepse kjo e bën njeriu që të humbas shpresën ndonjëherë. Të gjithë mundet që edhe një herë përsëris, mundet ndonjëherë një këshill ta refuzoj një këshill. Jo se kjo është justifikim edhe e lejuar, jo, as pak. Edhe kjo është shumë e rrezikshme, madje kjo është fillimi i këtyre shenjave të kibrit në zemrën e njeriu. Por duhet njeriu do të përpiqet, por nuk do të marrë në këtë kuptimin pra të drejtë për drejtë themi, nuk do të hyjë në xhenet, la yadkhulul janna, nuk do të hyjë në xhenet. Ose thot, nuk hyn në xhenet ai që përshon fjalët nga njëri te tjetri. Nuk e ndjen erën e xhenetit ai që bën këtë ose atë vepër. Pra kuptimi në këtë rast të vëllezërit e mi në varësi të kibrit që ka pushtuar zemrën e njeriu. Prandaj dietarët kanë thënë që nuk hyn në xhenet me një herë. Pra në kuptimin pa u sprovuar dhe pa u dënuar. Ju e dini o vëllezërit e mi. Procedurat e hyrjes në xhenet nuk janë kaq të thjeshta. Ringjallja, edhe janë disa faza që do të kalojë njeriu në ditën e gjykimit. Është ringjallja, dalja nga varret, veshja, dalja në vendin e mahsherit, pastaj llogaritja e punëve, peshimi i tyre, llogaria para Allahut subhanahu wa taala, marrja e librave nga e djathtë ose nga e majta, Zoti na ruaj. Pastaj domethënë janë një seri gjërash ose ngjarjesh që ndodhin ditën e gjykimit. Dhe nuk do trajtohen një lloj të gjithë besimtarët. Pra, në varësi të kibrit ose edhe në varësi të imanit që do flasim pak më poshtë, që ka në zemrën e njeriu, do të jetë trajtimi i tij, hyrja në xhenet apo vonesa e hyrjes në xhenet, ose Zoti na ruaj, edhe mos hyrja fare në xhenet. Po mbetja përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Pra vëllezërit e mi, muslimani duhet i mësojë të gjitha këto çështje që elhamdulillah të mos keq interpretoj hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam paralajmëron fillimisht dhe thotë, ai që ka në zemrën e tij edhe një grimc mendje madhësie nuk do të hyjë në xhenet në kuptimin e hyrjes së menjëhershme. Pra kibri e pengon njeriu nga mëshira e Allahut, sepse ai që ka kibër është larg për ulësisë. Ai që është mendje madh, nuk pranon këshillën, përçmon njerëzit, nuk e pranon të vërtetën. Ai po tregon mendje madhësi, kryenërsi përpara të vërtetës që ka sjell Zoti xhaleshan. Pra, kibri, mendje madhësia dhe ngritja mbi njerëzit janë cilësi që tregojnë për prishjen dhe sëmundjen e zemrës. Për këtë arsye feja ka ndaluar pra kibrin, kryenërsinë, krenarinë e tepruar, krenin, sepse ajo nuk kupton madhërim të vetes. Në fakt, el kibr, el mutakabbir është nga emrat e Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah. Kibri i shkon vetëm madhështisë së Zotit xhaleshan. Ai është mbi të gjithë. Ai është nuk ka mbi të askën. Askush nuk mund të jetë mbi Zotin. Ai është mbi të gjithë. Allahu subhanahu wa taala. Dhe është nga emrat e tij sikur të thotë në ajetin kuranor Allahu xhaleshanu,
Pra, në surën Hashr, huwal malikul quddus, salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Pra Allah subhanahu wa taala është el jabbar, mbizotruesi, el mutakabbir, krenari. Krenia, kibri i takon vetëm Allahut xhaleshan. Dëgjoni një hadith, subhanallahu të frikshëm. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam një hadith që sjell nga Zoti xhaleshan, hadith kutsi. Thot Allahu subhanahu wa taala: "El azamatu izari." Madhështia është izari im. Wal kibru ridai. Dhe kibri, krenia, është ridai im. Men naza'ani fihima, ai thot, edhe njerë, çdo kush që kërkon pjesë nga këto të dyja në veten e tij, kam për ta futur në zjarr. Madhështia takon Allahut xhaleshan. Edhe krenia, kibri, madhështia, që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe jo njeriut. Njeriu është i përullur. Duhet pranoj të vërtetën, duhet të respektoj njerëzit dhe vlerën e tyre dhe jo t'i nënçmoj dhe përull ata. Dhe këto janë cilësi që i takojnë vetëm Zotit xhaleshan. Ridai dhe izari. E dini në haxh ku shkojnë besimtarë veshin izarin, që është pjesa e poshtme, dhe ridai që hidhet krahëve. Dhe një shembull Zoti xhaleshanu. Pra madhështia është izari. I takon Allahut kjo madhështi pra, askuj tjetër për krijesave. Dhe kibri është ridai. Pra kibri, madhështia e takon vetëm Allahut xhaleshanu dhe krenia. Pra vëllezërit e mi, nuk lejohet që njeriu të përshuhet me këtë lloj cilësie sepse kjo është në dëm të tij dhe nuk është në dobinë e tij. Ky paralajmërim vëllezërit e mi, pengimi nga hyrja fillimisht në xhenet. Nuk do të hyjë në xhenet ai që në zemrën e tij ka një grimc kibër. Kjo nuk kupton se kush ka mendimallësi në zemër, sado e vogël, privohet nga hyrja e parë dhe menjëhershme në xhenet. Sepse kibri largon njeriu nga përullësia, nga pranimi i vërtetës dhe respektimi i të drejtës së të tjerëve. Cënon të drejtat e tjerëve. Ai mbyll dyert e faljes dhe mëshirës Allahut xhaleshan, sepse porta e mëshirës hapet vetëm me nënshtrim, jo me arrogancë. Dallimi i gjunafeve të kibrit dhe ndëshkimi sipas masës së tij. Edhe kjo duhet kuptohet. Pra në varësi të masës së kibrit që ka njeriu, Zoti na ruaj, në zemrën e tij, kështu do të jetë dhe trajtimi i tij ditën e gjykimit. Ka kibër o vëllezërit e mi, mendjemallësi që e nxjerr njeriu nga feja. Pra ky është kibri i refuzimit të vërtetës për shkak të përçmimit, të fesë, të shpalljes, të profetëve, të vërtetës që solli Zoti xhaleshanu. Dhe ky është kibri i mohuesve, i dhujtarëve, qafirëve, munafikëve të cilët nuk besojnë fare në Zotin xhaleshanu as ditën e gjykimit. Pra, këta refuzojnë njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, nuk i nënshtrohen Zotit subhanahu wa taala, për ta nuk ka Zot që duhet ta adhurosh, ti nënshtrohesh. Për ta nuk ka profet që duhet ta pasosh, ta ndjekësh dhe ta besosh atë. Për ta nuk ka ditë gjykimi, llogarie, dalja para Allahut subhanahu wa taala, këta janë mutakabbirin. Bi'sa mathwal mutakabbirin, thot Allahu xhaleshan. Sa i keq është përfundimi mutakabbirinëve. Se këta e refuzuan tërësisht besimin. Këta, kuptimi i hadithit për këta që nuk do të hyjnë në xhenet fare dhe asnjëherë. Këta do të jenë gjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Nuk dalin prej xhehenemit. Zoti na ruaj nga gjendja këtyre. Kurse, për sa i përket shprehjes së mendjemallësisë që mund të ketë dikush në veprat e tij, në trajtimin, ndoshta shpesh herë në refuzimin e ndonjë këshille që i vjen, ose në nënçmimin e njerëzve dhe përçmimin e tyre, kjo në varësi të rastit. Por ajo që është e sigurt vëllezërit e mi, sa më larg kësaj cilësie, aq më mirë dhe më i qetë është njeriu. Sepse gjitha këto dal nga dal do ta çojnë njeriu në errësirë. Dhe ndoshta ta çojnë në atë kibrin e madh, nga i cili nuk del dot, Zoti na ruaj. Sepse kibri vëllezërit e mi është ndron zemrën në tokë të thatë, siç thon dietarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka lidhur kibrin me dy pasoja themelore. Refuzimin e të vërtetës. Pra nëse njeriu vazhdimisht refuzon të vërtetën, zemra e tij nxihet. Pas çdo këshille që i vjen, dhe ai refuzon, gjithmonë zemra nxihet derisa vjen momenti që mbyllet nga kibri i madh. Pra ai nuk ka më kthim pas. Kjo janë pasojat e refuzimit të vërtetës. Dhe e dyta, përçmimi i njerëzve. Pra ghamtun nas, ai e sheh vetëm me misë të tjerë dhe i zhvlerëson ata. Këto dy cilësi i mbyllin shtigjet e udhëzimit. Dhe robi nuk ka më mundësi që të kthehet. Sa më shpejt kthehet, aq më mirë për ta.
Si dhe qoftë, duhet thënë, qoftë pak, qoftë shumë, kibri është rrezik. Pra mendjemadhësia është rrezik. Dhe duhet njeriu që kurse si të mos e kaloj kufirin në këtë raste. Si mund të arrihet kjo? Me dy gjëra. Nëse të vjen këshilla nga kushdo qoftë o vllai, thot Zoti, thot profeti, kujdes me këto dy fjalë. Nëse të vjen këshilla thuhet, thot Zoti subhanahu wa taala në Kur'an, dhe ti e vërteton që e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ti e vërteton që e ka thënë në burime të sakta dhe njerëz të dijshëm. Kujdes, mos jetë hapi parë yti refuzimi me njëherë. Hapi parë të jetë pranimi i saj. Dakor, e pranoj që kjo e ka thënë Allahu, e pranoj që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Mund të mos gjesh forcë për ta zbatuar, mund të mos gjesh forcë për t'u larguar nga ndalesa e tjera, po thuaj o Zot më ndihmo. E di tani jam gabimtar, por të paktën pranoje. Mos e bëj gabimin e refuzimit. Shumë e keqe të refuzosh të vërtetën. Prandaj subhanallahu nga më e keqe se gjunahu është bidati, subhanallahu. Pse kanë thënë njerëzit e dishëm që bidati është më i keq se sa çdo gjunaf tjetër. Sepse subhanallahu, kur njeriu bën bidat, e shikon se është diçka e mirë, se po i afrohet Zotit subhanahu wa taala, se po adhuron Allahun xhalesha. Ndërkohë që kur bën gjunah, di që është gjunah dhe elhamdulillah kërkon falje Zotit, e ndjen mangësinë e tij dhe elhamdulillah ka hajër në këtë njerëz inshallah. Dhe e dyta vëllezërit e mi, në lidhje me sjelljet mes njerëzve. Duhet që të mos nënçmosh njerëzit. Pa isu me modesti, pa isu me thjeshtësi. Fundit të gjithë janë pasardhës të Ademit alayhis salam. Njerëz nga balta në krijoi Zoti subhanahu wa taala. Të gjithë jemi nevojtar për faljen e Allahut xhalesha. Nëse të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala një hajër, një të mirë, elhamdulillah, mund të falenderosh Allahun subhanahu wa taala dhe të kërkosh të ta shtojë këtë të mirë. Nëse dikë tjetër ka privuar nga ky hajër, alhamdulillah, ndihmoje ose lut Allahun subhanahu wa taala që ai të ketë hajër. Lajmi i dytë në këtë hadith o vëllezërit e mi, shpesdhënës, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që ka në zemrën e tij qoftë edhe një grimc besim, nuk do të hyjë në zjarr përjetësisht. Hadithi është në këtë formë. Nuk do të hyjë në zjarr kaq. Kjo përjetësisht është shpjegim i dietarëve. Ai që ka në zemrën e tij qoftë edhe një grimc imani, nuk ka për të hyrë në xhehenem. Kështu është hadithi. La yadkhulu jahannam, la yadkhulu an-nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman. Nuk do të hyjë në zjarr ai që ka edhe një thërmi të vogël besimi në zemër. Ky është kuptimi i hadithit. Në kuptimin e drejtë do të thënë veprat s'kan asnjë vlerë. Edhe kjo duhet kuptuar mirë, sikur se tham edhe për rastin e mësipër. Pra, fjala thon këtu dietarët, nuk do të hyjë në zjarr përjetësisht, që qëndroj përjetësisht në të, nëse ka dhe një thërmi besimi në zemër. Por edhe kjo duhet kuptuar mirë vëllezërit e mi, sepse njerëzit abuzojnë dhe në fakt shejtani i mallkuar i nxit për një lloj shprese ose ëndra me sy hapur. Vëllezërit e mi, feja që ka sjell Zoti xhaleshanu është një fe që është e bazuar mbi shtylla të caktuara, të qarta. Besimin në Allahun subhanahu wa taala, pra në kushtet e imanit, të cilat duhet besohen. Ai që mohon qoftë edhe një nga këto shtyllat e imanit o vëllezërit e mi, ai ka cënuar imanin thelbësisht. Ai nuk ka thërmi imanin në zemër. Ai që ka cënuar të tilla baza. Bëhet fjalë tek punët. Pra tek mos punimi me atë që me imanin. Pra ai që ka cënuar imanin vëllezërit e mi është në rrezik, ai ka bërë kufër, ai ka dalë nga Islami. Po, në kohë të caktuara, në epoka të ndryshme kur humbasin gjurmët e fesë dhe mbeten vetëm pak gjëra që njeriu nuk di vetëm që është një Zot i madh. Mund të ketë periudha të tilla dhe Zoti subhanahu wa taala është ai që gjykon për këta njerëz. Që edhe nëse kanë një thërmi besimi në zemër, alhamdulillah vin kohë dhe nuk do të jenë gjithmonë në xhehenem. Mbas edhe mund t'i falë Zoti subhanahu wa taala. Për shkak të pamundësisë së tyre, për shkak të paditurisë së tyre. Por nuk duhet të keq kuptuar ky hadith. Pra vëllezërit e mi, ai që ka një thërmi besimi në zemër, nuk do të hyjë në zjarr përjetësisht. Kjo është kuptimi i saktë i hadithit, i sjell nga dietarët. Kjo pjesë na jep shpresë të madhe, nëse njeriu ka besim të sinqert, edhe nëse ka bërë shumë gjunahe, ai nuk do të jetë përjetë në zjarr. Allahu do ta ndëshkojë për gjunafet e tij, por në fund do ta nxjerrë dhe do ta fusë në xhenet. Kjo nuk do të thotë se besimi i vetëm pa vepra
themi është i mjaftueshëm. Por tregon që çdo gjë që ka të bëjë me imanin ka pesh. Pra nëse kjo na nxit që çfarë vëzëtimi. Pra të paktën të punojmë me njerëzit e dashur, me ata që na rrethojnë dhe i duam dhe na duan. Të paktën të punojmë me ata që të besojnë fillimisht në Zot të vetëm. Të besojnë Allahun subhanuhu teala dhe të besojnë që Muhamedi është profeti i Zotit. Të besojnë pastaj që është shpallja Kurani është nga Zoti i Gjeleshan. Të besojnë dhe ditën e gjykimit. Dal nga dalu ke punuar se kjo vërtet është e vështirë me gjitha të punë që është bërë nga shejtani mallkuar, pra të punoj që të besoj kushtet e imanit. Dhe ta nxjis të paktën që në emër të këtij imani të bëj një punë të mirë. Qoftë edhe një herë të vetme thuaj, eja vere balli në sejdë, falë një xhuma, falë një namaz. Një Ramazan agjiroje këtë Ramazan. Jep sadaka ose jep diçka për hir të Allahut, thuaj bëj këtë për hir të Zotit. Pra le të bëj një vepër çfarë? Që elhamdulillah të kërkoj kënaqësinë e Allahut xhaleshan. Le ta bëj këtë punë qoftë edhe një herë të vetme, që elhamdulillah kjo të jetë fillimi i hajrit. Por ama duhet baza, imani duhet të jetë në zemrën e robit, që elhamdulillah të ketë shpresë ditën e gjykimit. Jo më kot profeti sallallahu alaihi wasallam, momenti kur ishte duke vdekur xhaxhai i vet, Ebu Talibi. Ai njerëzit themi më të afërt të profetit sallallahu alaihi wasallam, që e mbrojtën profetin. I thoshte atij momentet e agonisë, thuaj la ilaha illallah, o xhaxhaim, thuaj la ilaha illallah, të kemi fjalë tek Zoti im. Pra thuaj këtë fjalë, besoje që Zoti është një i vetëm. Ka peshë të madhe besimi në një Zot të vetëm. Pra nëse robi e ka këtë thelb të besimit, që Zoti është një i vetëm, dhe ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Edhe nëse mund të ketë gjunafe të shumta, ka një shpresë që ditën e gjykimit, elhamdulillah Zoti do ta shpëtojë dhe nuk do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Ky është kuptimi pra i hadithit. Perus Allahu subhanahu wa taala ta mbush zemrën tonë me besim, të largojë kibrin, mendjemadhsinë nga zemrat tona, na bëj modest, gjithmonë që të pranojmë këshillën, pranojmë hajrin që na vjen. Lutë Allahun subhanahu wa taala që imanin ta mbështesim me punë të mira, ta shprehim me punë të hajrit. Përse të jetë njeriu i pasigurt dhe thotë do të jetë për jetë në zjarr të xhehenemit. A ka mundësi të mendosh që mos hyj fare në xhehenem, Zoti na ruaj nga zjarri, dhe të jemi për të shpëtuarve që nuk do të presin ditën e gjykimit kohë të gjatë dhe gjithë ato vuajtje në ditën e gjykimit. Përse të mos mendojnë në të formë njeriu shkret. Ai lutë Allahun na bëj për këtyre që janë të sigurt dhe të shpëtuar nga Allahu subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dobi nga ky hadith, vëllezërit e mi, shkurtimisht, kujdesi i madh ndaj kibrit dhe pastrimit të zemrës, vëllezër. Ky hadith na mëson që edhe i grimc mendje madhësie është mjaftueshëm e rrezikshme sa të privojë nga hyrja më një hershme në xhenet. Dhe kur themi të privojë nga hyrja më një hershme në xhenet, kjo do të thotë vonesa, vëllezërit e mi, ditën e gjykimit. Vonesat nuk janë të tipit të kësaj dynjaje. Vonesat janë Allahu musta'an, frikë ditën e llogarisë, ditën e gjykimit, frikë domun për llogarinë e vështirë, frikë për kalimin mbi sirat, vonesë mbi siratin i cili ecën mbi xhehenem. Janë gjithë ato skena të cilat çdo vonesë në to është problem i madh. Atëherë, pse mos jesi thot Allahu subhanahu wa taala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që besuar me besim të pastër dhe nuk e përlyen besimin e tyre me zullum, edhe kibri është për këtyre. Atyre u takon siguria e plot, el-amnu wa hum muhtadun, ata janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra janë të sigurt, që në momentin që ikin nga kjo dynja, ata janë të sigurt. Shoqërohen domethënë nga shpresë e madhe, nga shpërblime, nga mirëzdet të shumta që i jepet nga Allahu subhanahu wa taala, dhe ditë e gjykimit do të jetë e lehtë për ta. Madje ka për tyre që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim, që dalin më një herë, ose ka për tyre që llogarinë kanë të thjeshtë, vetëm sa u shfaqen disa prej punëve, dhe ata i pranojnë, dhe Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe futen në xhenet, u jepet libri nga djathta, dhe thonë ha umqra'u kitabiyah, lexojeni librin tim. Pra kjo është lehtësia e llogarisë, sepse këta kanë qenë të papërlyer me këtë lloj kibri ose me këtë lloj zullumesh dhe gjunafesh që domethënë bën njerëzit në dynja. Prandaj kujdesu që në këtë dynja pranoj këshillën, zbatoj atë që thot Zoti subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Qoftë një herë të vetme të paktën, nuk po flasim për farzat, detyrimet, por këshillat në përgjithësi. Dhe elhamdulillah jemi në hajër inshallah.
Zemra është pesha e vërtetë e njeriu, prandaj pastrimi i saj nga kibri, arroganca dhe vetlartësimi është një prioritet i madh që çdo njeri ta punojë me të inshallah. Së dyti, vlera e imanit sado e vogël që të jetë. Ashtu si një si një grimc kibër, pra mendimasi e dëmton njeriu, një grimc iman e shpëton ata, subhanallahu. Kjo na mëson se çdo thërmi i besimi ka rëndësi tek Allahu xhaleshan. Dhe nuk humbet kur. Edhe njeriu me gjunaqar, nëse ruan sadopak iman në zemrën e tij dhe gjithmonë kthehet që është një Zot aty lart, i cili ka për të më shëruar mua, do të më fal gjunafet e mia, do të më mbuloj me mëshirën e tij, elhamdulillah ka gjithmonë hapësirë. Prandaj edhe njerëzit që janë në gjunaf ose njerëzit që ndoshta janë dhe jashtë, t'i ftojmë në iman. Të besojnë një Zot të vetëm, që elhamdulillah edhe një ditë gjykimi dhe përjetësi, t'i themi që ka xhenet dhe xhehenem, t'ia themi të paktën këtë lloj besimi që pasi në zemrën e tij elhamdulillah futet ky iman dhe shpëton një ditë prej ditësh. Gjithashtu, mësojmë nga hadithi rrezikun e madh të gjunaheve të zemrës. Gjunahet e zemrës janë më të rënda se shumë gjunahet e gjymtyrëve. Gjunahet e gjymtyrëve, edhe nëse njeriu bën gjunafe, por nëse zemrën përsëri ka imanin dhe ka të pacenuar me shirk, me kufër, me hipokrizi, pra e ka të pastër imanin në një Zot të vetëm, edhe nëse bën gjunafe nga dobësia e tij, nga nxitimi i tij, nga pafuqia e tij, nga ambienti ku jeton, nga shkaqe të ndryshme që vijnë, por zemrën e ka plot me dashuri për Allahun subhanuhu teala dhe iman në një Zot të vetëm, se ndoshta me dashuri për Allahun ta kesh plot nuk bën gjunafe të tilla, por paktën ka iman në zemrën në një Zot të vetëm, elhamdulillah, ky njeri është i shpëtuar. Pra rreziku i gjunafeve të zemrës është shumë i madh se rreziku i gjunafeve të gjymtyrëve dhe veprave që kryen njeriu. Prandaj kujdes me zemrën. Gjithmonë le të kthehet njeriu në veten e tij. Sado gjunafe të ketë, mos e humb shpresën tek Allahu xhaleshan. Alhamdulillah, ka mëshirë Allahu për të gjithë. Prandaj mundësia e kthimit është gjithmonë prezent. Së katërti, përulësia është çelësi i udhëzimit dhe shpëtimit. Modestia, thjeshtësia me njerëzit. Një njeri thjesht, modest, një njeri që gjithmonë pranon këshillën dhe mediton atë që i thuhet. Nga kushdo që i thuhet, është njeri që ka hajër në të. Kurse njeri i nxituar refuzon këshillën kur i vjen nga zemërimi ose për shkaqe të tjera, ai që përçmon njerëzit dhe ndjen veten se është më lart se ata, që askush nuk ka të drejtën që t'i flas etj. Pra, ky lloj njeriu është në rrezik dhe duhet të ketë kujdes. Përulësia është çelësi i udhëzimit. Po e ke elhamdulillah, udhëzimi është afër teje dhe shpresoj në Allahun subhanuhu teala që do ta marrë njeriu. Ky hadith pra tregon se mendimësia është pengesë për mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Kibri e pengon mëshirën të vijë tek robi. Pra kujdes me këtë lloj gjunafi të rënd, ndërsa ai që refuzon këshillën nuk ka si të rregullohet. Dhe ai që refuzon ose përçmon të tjerët dhe nuk ka modesti, ai njeri në fakt është vetë i përçmuar, Allahu musta'an. Së pesti, balanca mes frikës dhe shpresës. Edhe kjo, nga një ran kibri dhe prezenca e tij në zemrat e robëve na bën të friksohemi. Pse? Sepse mendoj edhe një grimcë e vogël do të vonojë ditën e gjykimit. Vonon hyrjen në xhenet. Sado e vogël të jetë ajo grimcë, prapë është shkak për vonesë. Por nga krau tjetër, elhamdulillah, edhe një thërmi i imani ka shpresë njeriu elhamdulillah të gjej hajër dhe shpreson të hyjë në xhenetin e Allahut xhaleshan. Pra frika dhe shpresa gjithmonë bashkëdhëtare me njeriu në jetën e kësaj dynjaje. Elus Allahu subhanahu wa taala na udhëzoj, na bëj nga të udhëzuarit dhe udhëzuesit, nga ata që pranojnë këshillën, nga ata që janë modest, të thjeshtë dhe janë të ruajtur dhe nuk e ndotin imanin e tyre me padrejtësi. Së fundin çon salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.